dorëshën! Rama jepe dorëshën! I kërkojmë ndjenë çdo qytetari, por na duhet ta mbajmë sa më shkurt, sepse njerëzit presin radhë më pas duhet mbashojnë. Mirë mbrëma, vëllezër motra shqiptarë kudo që ndodhen. Jam Sami Pityçi nga Ras. Me 90 orë 90 deri në 12 orë 90 isha kur u themelu 12 orë 90 fletën Hotel Arbona për ndryrimin e sistemit komunist. Sot mas 36 vjeç e pa imagjinueshme që t'jem unë prap me fort për tjetacion. Tani jam këtu për arsye se Edi Rama do t'i japë Shqipënisë fytyrën që ka vetë. Ne nuk du t'a nerëm kur në gorës. E myti Shqipërinë hashash e ndrogë, sot më shumë vlerë ka një kriminal se një akademik. Kriminali Hajduti ka vlerë më shumë se akademiko. Kur në gorës nuk du t'lejohet. Dha memorandumin e pyjeve. Janë shtu kafsht, janë huk shkollat. Nuk ka shkolla, nuk ka kalamaj, edhe ato kalamaj që janë në për shkolla në fshatra, janë poshatis dhe kjo është katastrofë. Rinia ka i, rinisja ka shlerësu legëm, monedhen, jo ka shlerësu munin edhe djersën, ka ngell plak dhe plak, plakë dhe plaka ka ngell pa fmi, pra e të ardhmen e ka shkatru. Tani, Edi Rama ka hedhë Shqipërinë shitje, nuk do të lejmë kur në burës, nuk është për në vetja. Shqipëria është e gjithë shqiptarëve, kur në kurës nuk do të lejmë Edi Ramën. Poshatis shatrat, jak paket manesh, paket amaneve, kur nuk du të përnohet, asë detë në ushit. Natën e mirë, unë qofë shatë mirë. Rama jepe dorëshën! Rama jepe dorëshën! Kisha përgatit diçka të shkurtër për sot, po e lexoj shpejt e ta mbyllim. Një nga arritjet më të mëdha të kësaj proteste ka qenë se i kemi treguar vetes dhe botës se ne nuk kemi një kryeministër piktor, por kemi një kryeministër autokrat. Ne nuk kemi një kryeministër me penel në dorë, por kemi një kryeministër që e ka marrë këto Shqipëri peng. E pikërisht në këtë moment krize, më të madhen që a i ka pas ndonjëherë, a i po tenton të na vendos ne kundër njëri tjetrit. Duke thënë sa të vërteta e ca gjysë të vërteta që i ka ndërtuar prej vitesh. E këto pikërisht janë sulme që i ka bërë çdo ditë ndaj nesh personalisht. A i na thot që problemi që nga marxistët, kurse ne i themi që problemi nga marxistët që ke blerë ti duke u bërë qoka me koncerte dhe fadare. A i na thot që problemi që nga në intelektualët, ne i themi që po, problemi janë intelektualët që t'kanë shërbyer ty për banaqeve e deri në ambasada. A i luajti sot akoma më pisët, tha që problemi janë muslimanët. Ne në fakt, i themi ati që problemi janë muslimanët që t'kanë shërbyer ty duke dërgu hurma në përburqet korruptuarve. A i na tha që problemi janë influencerat. Ne i themi që po, problemi janë influencerat që të shërbejnë ty edhe këtë moment. A i na tha që problemi këtë protest janë ndikimet e huaja. Po mërë po, problemi janë edhe ato, për Macronit të Meloni, që duan të të shërbejnë ty e të të nxjerrin nga kriza edhe këtë moment me Çatrin e me Sazanin. A
i na thot që problemi janë biznesmenët. Po nërpo, edhe ata janë problem, sepse janë pasuruar duke të shërbyer ty e duke bashkëpunuar me ty. Mbi këto gjystë vërteta është ngritur sistemi e Tiranës. Por, nga këto gjystë vërteta ai do të bie poshtë, sepse gjithë të segmente që përmenda e urrejnë. Madje e urrejnë edhe oligarkët, edhe patronazhistët, edhe Partia Socialiste. E me këtë sistem ai do largohet. Ndaj nga ky shesh i themi sot të Tiranës, fuck you and your system. Rama jepe dorëçe. Rezistenca jonë ka qenë shembullore, ne do t'jemi këtu derisa i mos jetu. Ai nuk do t'ketë kohë mjaftueshëm merret me secilin prej nesh. Secili këtu është agent shqiptar. I vetmi agent i huaj dhe që s'ka vend këtu jeti e Edi Rama. Ndaj, ju lutem, edhe sonte, marshoni qetë dhe më shumë nesër! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! E pasit marshoni, ta zbukuroni e t'jepni dritë e nurë qytetit, mos harroni se disa nga vëllezërit tuaj dhe ton po qëndrojnë këtu. Kush doj t'ju bashkohet? Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Ndisni plicat dhe marshoni! Edhe pjesë e fjalimit përnatshëm. Pasi të largojmë plerën që është tu, pastrojmë plerat që kemi bërë ne, jeni jashtëzakonshëm, shihemi nesër,